Unë për mendimin tim kisha thonë se ajo është e drejtë e çdo njërit. S'muna na as mja më hu të drejtën as kujna. Nëse një vajzë kishe pas me mbulesë, a e kishe përkrati të në shkollë? Po, e kisha përkra. Është e drejtë e sajna. Qysh vishet. Rinia e tashit ma shumë janë të zhveshura me një fjalë, ama që aty s'po na pengojnë, pse këtu t'na pengojnë. Mirë, ju apo lodhni? Nga pak. Sa mirë që më ka ra qef me më thot dikun, a u lodhe, se jo rrallhen ata në gazetarë. Edhe kjo është një punë e randë. Nuk është e lehtë, çka të punohet, gjithçka është e randë. Faleminderit shumë, bëni muni mirë si gazetarë. Faleminderit. Po vlitet që në shkolla, vajzave me mbulesë, po ja ndalon një ligj që mos me i pranu me mbulesë vajzat në shkolla. Si e sheh këto? Po, unë për mendimin tim, kisha thonë se ajo është e drejtë e çdo njërit. S'muna na as mja më hu të drejtën as kujna. As asaj kategorie që është. Është e drejtë e çdo kujna, është e drejtë e vetja, drejtë e jetës. S'muna na mja më hu drejtën as kujna. A duhet ky ligj mos miratohet për ndalimin e vajzave me mbulesë në shkollë? Po, për mendimin tim, kisha thonë që mos ndalohet. Unë mendimi jam është. Nëse një vajzë kishe pas me mbulesë, a e kishe përkrati të në shkollë? Po, e kisha përkra. Është e drejtë e sajna. Qysh vishet. Tash e vërtet. E çuditshme është kur vajzat i shohim ndoshta të zhveshura në shkolla, një numër, nuk po i them disave. Ç'është? Nuk i pengon ato, mirë po një mbulesë një vajze të mbuluar, duhet të bëhet një ligj. E vërtet është kjo, se tash rinia e tashit ma shumë janë të zhveshura me një fjalë, ama që aty s'po na pengojnë, pse këtu t'na pengojnë. Zhveshja nuk është shumë e madhe, po një mbulesë një vajze duhet ndaluar. Së di. Jemi vendi më i madh, më shumë që kemi, domethënë, jemi musliman. E vërtet. Kaq kisha me thonë, për mendimin tim. Çfarë kishe thënë këtij ligji ti? Ligji do të jetë i njëjtë për gjithë, pa marrë parasysh. Për këtë njerëzit do të jetë ligji i njëjtë. Sipas meje. Faleminderit. Po do të një mesazh të vajzave, të grave, lidhur me këtë temë. Po. Çfarë kushte thënë? Po, mesazhim kështë qenë që edhe aty mos ta nin veten diçka fajtore, le të jenë të lumtur, le të jenë me kohën. Pa marrë parasysh është mbulesa, nuk është, le të jenë me kohën. Mirë, po ndihen të bullizuara. E vërtet, tash një grup i njerëzve e kqyrin me një sy tjetër, vajzat apo gratë që kanë atë mbuluj, disa ju. Për veti, njëjtë e kqyri, si ato. Për mendimin tem, njerëz janë të njëjtë. Ishte kënaqësi shumë, të rema të mirat njëti. Faleminderit. Ditë mbar,